Zbatimi një akt gjykimi të formës së prerë I gjykatës së apelit që obligon komunën e Prishtinës t'u akthej pronat pronarëve të lidhshëm, Kakuqi ka detyruar disa banorë të Bregut të Diellit të kërkojnë drejtësi edhe përmes protestave. Komuna e Prishtinës ka tjetërsuar pronat private duke e bartur pronësinë të një palë tjetër. Prej rreth 2 vitesh, pronarët e lidhshëm po kërkojnë me ngulm kthimin e pronave dhe regjistrimin e tyre në regjistrat e kadastrës, por edhe me të mbeten pa përmbushje të detyrimeve nga ana komunës. Që një vit e 7 muaj bëhet që ne shëtisim në institucione, në zyrë ligjore, të prona, të katastri, në shëtisin. Një pjesë të banorëve të cilët këto prona I kanë nga vitet e 70-ta sot I takojnë në kryetari I komunës Shkëmb Manaj. Po bisedum I qaj mahallet edhe këto që probleme të lashe këto që I kemi, bisedum lidhe me ekzekutimin e këtij vendimi, me që të bisedohet, ta kanë majtë një takim me drejtorët e katastrit e të pronës atë që të meren, kanë metë në vazhdimsi edhe disa takime tjera të zhvillojnë, me gjatë që për një kohë të shkurt na zgjidhet ky problem dhe të bëhet ekzekutimi I këtij vendimit të akt gjykimit të apelit. Pavarësisht përpjekjeve për të marrë një përgjigje zyrtare nga komuna, edhe sot ata zgjedhën heshtjen. Bazuar në deklaratat e banorëve, po bëhet përpjekje për të gjetur një zgjidhje, ndërkohë që ata vazhdojnë të këmbgulin e kthimin e pronave për të cilin ka edhe një vendim I formës së prerë.